Hej njerëz të bukur, si jeni sot, si po kaloni? Unë po bëj kulaç që në pikë të mëngjesit, po, se më kërkoi djali donte kulaç që të haj për mëngjes edhe të marrin në shkollë. Që kështu u detyrova edhe bëra kulaç. Çfarë të bëjmë tani? Si shikoni unë njihet të gjitha me sy, nuk rrit të numëroj e të ashtus, se ka qerë që kam bërë, kuptohet që tani i kemi mësuar përmendesh. I hodha sheqer, kripë, kos kuptohet, sodë, edhe qa tjetër, edhe jo, kosin e thashë. Vaj në tepsi, në fund të tepsisë, edhe pastaja e bëj kështu bukuro e hap të gjithë kulaçin në tepsi, edhe e bëj me pilaf. Oh, nuk jam mirë në sot. Është mëngjes më ma vini re. E bëj me pirun, doja të thoshja, po thash me pilaf. E bëj me pirun kështu, që të kulloj brenda, edhe e pjek në 180 gradë derisa të kuqet të marrë këtë ngjyrën e bukur si të shikoni. Edhe ky është rezultati, del shumë i shkrifët, shumë i mirë. Ta provoni, është yummy. Edhe nuk do shumë punë. Ciao, të kaloni bukur.